Përshëndetje të nderuar. Në këtë video sonte do të analizojmë seriozisht marrëveshjen SBA-Iran. Do të përmendi implikimet e luftës paraprakisht dhe të marrëveshjes për të cilën po flitet, si dhe do të mundohem që të nxjerrë disa nuanca që mund të shërbejnë si mësime për ne shqiptarët e në veçanti për shtetin e Kosovës. Kështu, miq të nderuar dhe të dashur nga kudo që po më përcjellni. Nëse marrëveshja e paqes ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit shënon fundin e një prej krizave më të rrezikshme që ka ndodhur viteve të fundit në lindjen e mesme, atëherë pyetja e madhe nuk është më se çfarë do të ndodhë me Iranin, me Irakun, me Yemenin apo me Arabinë Saudite, por është një pyetje shumë më e thellë dhe më e madhe se kjo. Dhe ajo është: kush do të jetë objektivi i ardhshëm i rivaliteteve strategjike në rajonin e lindjes e mesme? Nëse shikojmë historinë, të cilën e kam marak me e shiku sa për t'i krahasuar ngjarjet, fenomenet, faktet dhe ndodhit e të së kaluarës me të sotmen, për të nxjerrë ndonjë mësim për të nesërmen. Kur e shikojmë historinë si të tillë, ajo na mëson se në politikën ndërkombëtare vakuumet e fuqisë nuk zgjasin shumë. Kur një front mbyllet, zakonisht hapet një tjetër, apo thënë më but, fuqit me interesat të tyre të thella në rajone të ndryshme bëjnë përpjekjet e menjëhershme për hapjen e fronteve të reja të cilat do të sjellnin interesa dhe përfitimet e dëshiruara. Dhe sot, pikërisht sot, gjithnjë e më shumë po shohim analist e strateg të njohur në Ankara, në Tel Aviv, në Washington e edhe në Evropë, të cilët po e shtrojnë një pyetje që para disa vitesh ka mund të jetë e pa imagjinueshme. Apo shkohet drejt një përplasjeje të madhe strategjike midis Turqisë dhe Izraelit. Për herë të parë, pas shumë dekadash, Turqia tani më nuk shihet vetëm si një shtet rajonal, por si një fuqi me ambicje të qarta gjeopolitike, që shtrihen nga Ballkani në Kaukaz, nga Kaukazi në Azinë Qendrore deri te kufit e Kinës, nga deti i Zi nalt në Mesdheun Lindor poshtë, nga Siria deri në Afrikën Veriore dhe nga Somalia, duke kaluar nëpër Babul Mandab, nëpër Yemen, në ujërat e Oqeanit Atlantik, deri gjithashtu te kufit e Kinës, kësaj radhe nëpërmes territorit indian. Ky përzhkallëzim i madh ka bërë që Izraeli, i cili për dekada ka qenë aleati më i madh dhe më i rëndësishëm i perëndimit në rajonin e lindjes së mesme, ta sheh këtë zgjerim të ambicjeve turke si një rrezik potencial për të ardhmen e shtetit të Izraelit. Në staza afatgjata, Siria, Gaza, Libani, Mesdheu Lindor, Ballkani, Kaukazi, Azia Qendrore, e sidomos çështja palestineze po shndrohen gradualisht në pika takimi dhe njëkohësisht në pika përplasjeje të interesave të këtyre dy fuqive
që kanë interesa strategjike në rajonet të cilat i përmenda. Nga kjo perspektiv, unë në një video të kaluar e kam përmendur dhe analizuar qoftë edhe në pak minuta çështjen e Zvërnecit dhe të ngjarjeve të cilat po ndodhin sot anëmban e Shqipërisë. Megjithatë, miq, për me qenë më objektiv dhe më real, një luftë e drejt për drejt ushtarake ndërmjet Turqisë dhe Izraelit mbetet pak e mundshme në këta muajt e ardhshëm. Përse? Në më larg nuk e di se çfarë ndodh. Përse e them këtë? Turqia është një aleate kyçe e NATO-s, antare e përhershme e NATO-s dhe fuqia e dytë ushtarake e NATO-s. Izraeli në anën tjetër gëzon mbështetje të jashtëzakonshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm që gëzon mbështetje, por është një pikë strategjike tejet e rëndësishme amerikane në lindjen e mesme dhe në rajonet të cilat i përmenda. Pra edhe në Ballkanin ton, pra edhe në hapësirën shqiptare. Kështu, kostoja e një konflikti të tillë frontal turko-izraelit do të ishte e jashtëzakonshme për gjithë rajonin, jo vetëm për Turqinë dhe Izraelin, bile jo vetëm për rajonin për të cilin fola, por edhe për Evropën dhe interesat afatgjate strategjike të krejt aleancës verjo-atlantike të NATO-s. Megjithatë, historia e luftës së ftohtë na mëson se rivalitetet më të rrezikshme nuk zhvillohen domosdoshmërisht ndërmjet luftrave të drejt për drejta frontale midis vendeve, por ato zhvillohen përmes 1. Luftrave të ndërmjetme, 2. Përmes garës për ndikim, 3. Përmes aleancave rajonale, kujtojeni Shqipërinë, përmes luftës informative kibernetike e domosdo përmes konkurrencës ekonomike, ku kjo e fundit shumë herë është piknisja dhe pikmbyllja e luftave frontale midis vendeve. Nëse Irani ka qenë sfida kryesore e Izraelit gjatë 2 dekadave të fundit, atëherë pyetja që po lind në qarqe strategjike është nëse Turqia do të jetë sfida kryesore e 2 dekadave të ardhshme. Jo sepse Turqia dhe Izraeli janë të destinuara dhe dëshirojnë të luftojnë, por sepse të dyja këto shtete po kërkojnë të ushtrojnë ndikim mbi të njëjtat hapësira gjeografike dhe mbi të njëjtat procese politiko-ekonomike, hyn edhe rajoni i Ballkanit. Sa më shumë të rritet ndikimi turk në Siri, në Palestinë, në Mesdheun Lindor, në botën islame në përgjithësi, në Kaukaz, në Ballkan, në Azinë Qendrore, aq më shumë do të rritet edhe tensioni strategjik me Tel Avivin, deri në përmasa që ka frikë të nis luftë frontale midis Turqisë dhe Izraelit. Marrëveshja SHBA-Iran. Përsa unë e një dhe e përcjeli lindjen e mesme, mund të mos jetë kriza e fundit e rajonit të lindjes e mesme. Përkundrazi mendoj, ajo do të jetë fillimi i një kapitulli të ri. Një kapitull ku fokusi i rajonit nuk do të jetë më Teherani, as Riyadi, as Bagdadi, as Sana e Jemenit, por do të jetë balanca e ri e fuqisë ndërmjet Ankaras dhe Tel Avivit. Këtë jam mase i sigurt që kjo shprehje të përdoret në analiza
të problemeve ndërkombëtare, do të mendoj se është tepër tendencioze apo sfiduese, por unë jam mëse i bindur për aq sa e një dhe e lexoj lindjen e mesme. Dhe nëse shekulli 21 do të ketë një rivalitet të ri geopolitik në lindjen e mesme, jo vetëm unë, por shumë ekspert të njohur në botë besojnë se ai mund të mos kaloj më, as përmes Iranit, as përmes vendeve të tjera, por pikërisht dhe më së rrezikshme përmes boshtit Turqi-Izrael. Të dashur miq nga kudo që po më përcjellni, për luftën e mundshme që po të roket në dyert e rajonit, do të flas me njëherë në videon e radhës, të cilën ose sonte ose nesër do të postoj. Këtu do të fokusohem në analizimin e marrëveshjes SBA-Izrael dhe implikimet e saj tani e tutje. E sidomos mësimet që, nëse nuk guxoj të them, duhet t'i marr, me patjetër duhet t'i dëgjoj edhe Kosova. Tashmë të gjithë e kemi dëgjuar se do të bëhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, paqeje ndërmjet SBA-ve dhe Iranit. Kjo marrëveshje që pritet të nënshkruhet me 15 qershor 2026, pas 15, do më thënë sot të koka data 15, kjo marrëveshje mund të rezultoj të jetë një nga zhvillimet strategjike më të rëndësishme dhe me pasoja afatgjata në lindjen e mesme gjatë viteve të ardhshme. E kemi pa, miq, tëre muaj rresht përballje e luftë që ushtri nga Irani deri në Izrael, nga Libani, në ngushticën e Hormuzit dhe natyrisht i ka prek rajonin e vendeve arabe të xhirit. Çka ndodhi në fund? Dy kundërshtarët ndërluftues nuk arritën një përfundim të dëshiruar në fushbetej, por u detyruan që ta kërkojnë atë në tryezën e negociatave. Kështu, sipas marrëveshjes, të dyja palët janë zotuar për një ndërprerje të menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake. Ndërsa, nga ana tjetër, Washingtoni ka pranuar të heqë bllokadën e tij detare dhe të rihap trafikun detar që kalon përtej ngushticës së Hormuzit, dhe të cilin trafik e mbante të blokuar për t'i blokuar anijet iraniane që çonin naftë jashtë dhe për t'i blokuar anijet e huaja që shkonin për të marrë mallra iraniane. Pavarësisht se çfarë përbëjnë detajet përfundimtare të marrëveshjes, të cilat as nuk janë bo publike e as nuk i dijone, rëndësia e kësaj marrëveshje është më e gjerë dhe qëndron diku tjetër. Mendoj se jam i qartë. Kjo marrëveshje po nxjerr në pa një realitet themelor të rëndësishëm të politikës ndërkombëtare bashkëkohore, që ndryshon nga politikat ndërkombëtare e dekadave të kaluara. Për çfarë është fjala, do t'ju tregoj tash. E para, miq, fuqia ushtarake, megjithëse mbetet e domosdoshme gjithmonë, ajo po bëhet gjithnjë e më e pamjaftueshme për të arritur rezultatet politike afatgjata. Të nderuar, rezultatet politike afatgjata janë synimet, janë targetet,
janë shkaqet të cilat edhe i nisin luftat paraprake ushtarake. Sado që është e fortë një luftë dhe çfarëdo që është fitoria e një lufte, nëse nuk arrihen rezultatet politike afatgjate, është në rastin më të lehtë mosarritje e objektivave, folur pak si ekstrem, është dështim dhe humbje e luftës. Që ky realitet i ri e ngre një pyetje e cila ka qenë evidente dhe ka qenë mjaft e qëndrueshme. A e bën forca të drejtën? A mund të imponoj forca të drejtën ndërkombëtare? A mund të bëhet forca, në rastin konkret, forca ushtarake ligj i të drejtës për rajone dhe për vendet të pushtuara? Në periudha trazirash ndërkombëtare, shtetet dyqysh përiren t'i kthehen ati instrumentet më të vjetër të politikës, të cilët e lexojmë dhe e kemi dëgjuar vazhdimisht, forcës ushtarake. Kur raketat miq dominojnë titët e lajmeve gjithandej në botë dhe kur operacionet ushtarake zhvillohen në shumë fronte, s'do men se me njëherë mendohet se vetëm fuqia mund të përcaktoj apo përcakton rezultatet politike. Megjithatë, lufta e fundit Iran-SHBA e demonstroi pikërisht të kundërtën e kësaj rregulle të shkruar e të pashkruar në dekadat e fundit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Shiqoni çka ka ndodhur. SHBA dhe Izraeli e nisën konfliktin, luftën me avantazhe shumë të mëdha. Kishin teknologji ushtarake shumë të përparuar, fuqi ajrore që se ka pas bota dhe se ka bota, kapacitetet të inteligjencës që ishin në gjendje të eksplodonin edhe telefon dhe të vresnin me dhjetra e me qindra ushtar e njerëz të armikut, kishin burime të mëdha ekonomike dhe i shfrytëzonin bile edhe burimet ekonomike të vendeve të lindjes së mesme. Në anën e kundërt, Irani po përballej me kufizime të rënda ekonomike dhe kishte një hendek të konsiderueshëm teknologjik krahasuar me Amerikën dhe Izraelin. Logjikisht i bie dhe logjikisht mendohej se balanca ishte dukshëm kundër dhe në disfavor të Iranit. Megjithatë, pavarësisht kësaj asimetrie që e përmenda, as njëra palë, pra as Izraeli, as Amerika e as Irani nuk arritën të imponojnë rezultatin e luftës të preferuar, politik të dëshiruar vetëm nëpërmes përdorimit të forcës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që besa edhe alatët e saj goditen objektiva të shumta në Iran, dëmtuan infrastrukturën ushtarake dhe ushtruan presion të jashtëzakonshëm mbi ekonominë dhe pozitën strategjike të Iranit. Irani, në ndërkohë, e përdori një taktik tjetër dhe e pruni punën që të detyrohen SHBA-ja të ulen në tryezën e negociatave, cilat përmes kapaciteteve raketore, të cilat i kishte zhvilluar në përmasa që as SHBA-ja nuk ka mujt me i diktue, përmes rrjeteve rajonale të proxy luftës në Yemen, në Irak, në Siri përpara, në Libanin jugor dhe mbi të gjitha aftësisë madhe për të kërcënuar trafikun detar, fillimisht nëpërmes ngushticës së Hormuzit, duke kërcënuar se do ta mbyll
edhe ngushticën e Babul Mandab. Nga kjo formë dhe në këtë formë Teherani arriti të imponoj kosto që shkonin shumë për te fushbeteja se luftës që po zhvillohej. Rezultati ishte një ngërç strategjik, tipik i shekullit 21. Ngërç strategjik ekonomik që e ndjem bile edhe ne në Kosovë e Shqipëri. As njëna palë nuk mbësht ushtarakisht. Shumë kushi ka pas mendim tjetër. As njëra palë nuk arriti fitore reale. Për kundrezi, që të dyja e pance për shkallëzimi i më të tjeshëm, do të sjell kosto më të mëdha se sa përfitimet e mundshme nëse e mundin njëra tjetrën. Një nga paradokset përcaktuese të luftës bashkohore është pikërisht se superioriteti ushtarak shpesh nuk po u përkthye ka në sukses politik vendimtar. E përsëriti edhe njëherë, të nderuar miq, suksesi politik afatgjat vendimtar është caku, është synimi, qëllimi kryesor i lindjes dhe i nisjes së konflikteve dhe luftrave. Paradoksin të cilin po e përmeni këto, të luftës bashkohore është pikërisht ai se superioriteti ushtarak shpesh nuk po u përkthye ka në sukses politik vendimtar. Po, shtetet mund të shkatrojnë objektivat të njëra tjetrës. Mund të bojnë rafsh me tokë njëra tjetrën. Mund të pushtojnë teritore sa kanë dëshirë. Mund të fitojnë betejat përfundimisht. Por, ajo që po duket të jetë më e vështirë qenka që t'i shndrojnë këto fitore në rend politik të qëndrueshëm. Lindja e mesme, sidomos lindja e mesme, ofron shembuj të përsëritur të këtij fenomeni, e ndoshta është si shembull që vlen të përmendet edhe Veriu i Kosovës. Prandaj thash në hyrje të videos se do të bëj një analizë serioze, do t'i përmendi implikimet e luftës paraprake dhe të paqes së mundshme, por edhe do të përmendi disa mësime nga të cilat mund dhe do të mësojnë shqiptarët e sidomos ne në Kosovë. Izraeli, të dashur miq dhe shumë të respektuar, zotron një nga strukturat ushtarake më të sofistikuara në botë dhe vazhdimisht ka demonstruar epërsinë e tij në fushbeteja. Megjithatë, nëse e shikon sot tablon reale se çfarë ka ndodhur dhe çfarë është ndodhur, Izraeli me këtë fuqi të sofistikuar ushtarake, të demonstruar vazhdimisht epërsinë e saj në fushbeteja, Izraeli nuk ka arritur të përfundoj në objektivat e dëshiruara bile as vetëm me palestinezët. Bile as me vetëm Gazën. Lufta e Gazës, për të cilën kam folë 2 vite asnjëherë pa u ndalë, ka treguar edhe njëherë se operacionet ushtarake, po mund të ndryshojnë realitetin taktik, mund të shkatrojnë dhe të bëjnë një territor rrafsh me tokë sa territori i Gazës, por nuk mjaftojnë për të arritur objektivat politike. Nuk e di ajo mi qartë edhe në rastin e Kosovës. Libani miq është një mësim i ngjashëm, si Gaza, si Irani, që nga pushtimi Izraelit i vitit 1982,
fushatat të një pasnjeshme ushtarake kanë prodhuar suksese të rëndësishme operacionale, territoriale, por asnjëra prej tyre nuk ka krijuar një rend politik të qëndrueshëm që të zgjidh dilemat themelore të sigurisë në kufirin verior të Izraelit. Përballja me Iranin ndjek të njëjtin model pra, si Gaza, si Libani. Edhe para marrëveshjes së fundit të paqes, dukej qartë se as goditjet ushtarake dhe as presioni ekonomik nuk po impononin atë që do të rezultonte në zgjidhje politike afatgjata sipas interesave amerikane dhe izraelite. Pavarësisht pabarazive të mëdha ushtarake, Irani ka luajt një ndikim të mjaftueshëm strategjik për të parandaluar një rezultat përfundimtar të cilin e dëshironte Washingtoni dhe Donald Trump. Nga ana tjetër, shohim Teheranit i mungonte kapaciteti për t'i detyruar SBA-t dhe partnerët e saj rajonal që të pranonin kushtet dhe preferencat e tij. Edhe këta me fuqinë më të madhe, as këta me fuqinë më të vogël nuk arritën objektivat e tyre. Mjedisi strategjik, miq, i shekullit 21 ndryshon thellësisht nga ai i epokave të mëhershme. Shumë është interesant që të me dëgju dhe me kuptue. Gjatë pjesës më të madhe të historisë, fitoria ushtarake shpesh ka qenë drejt për drejt në fitore politike. Perandërit e dikurshme kanë pushtu territore, kanë imponu atje sundimtar, i kanë emrue dhe kanë ridizajnuar kufit dhe problemi o zgjedh. Suksesi ushtarak, pra në ato kohë ka qenë i mjaftueshëm për me krijuar edhe legjitimitet politik. Mirëpo sot ekuacioni është shumë më i ndërlikuar se në të kaluarën. Dhe ky ekuacion shumë më i ndërlikuar i ka dhe sebepet, i ka shkaqet e veta, arsyet e veta. Unë mund t'i identifikoj këto. Një, identitetet kombëtare sot janë shumë më të forta dhe më të shumta. 2. Shoqërit janë bërë shumë më rezistente ndaj implikimeve dhe imponimeve, ndikimeve të jashtme. 3. Me gjithë globalizmin. 3. Informacioni qarkullon aq shpejt sa sot e thua një fjalë këtu, kjo video përmbahet, del, bëhet upload, për 2 minuta dëgjohet edhe në lindjen e mesme dhe në Washington. Është edhe një arsye tjetër. Inovacioni teknologjik u ka dhënë aktorëve edhe më të dobët mjete të mjaftueshme dhe të afta për të shkaktuar kosto dhe dëme të konsiderueshme edhe kundërshtarëve më të fuqishëm ushtarakisht dhe ekonomikisht. Çfarë janë ato? Raketat precize, dronët. Me një dron $20,000 erzun një aeroplan $100 milion. Flitej. Pastaj kapacitetet kibernetike prej një dhome ta çmonton tyje sistemin kibernetik të një shteti. Pastaj ndërprerjet ekonomike që ndodhin në përbot. Të gjitha këto kanë transformuar karakterin e konkurrencës strategjike midis shteteve në një format krejtësisht të ri. Po cila është arsyeja globale, e përgjithshme, totale, e gjithë këtij transformimi? Globalizmi. Globalizmi për të cilin bota perëndimore dhe shtetet e bashkuara të Amerikës kanë harxhuar miliarda e miliarda dollar, triliona, po edhe kanë përfituar që ky globalizëm në rastin konkret, ta një tutje, po i kthehet bumerang. Për çka?
Globalizmi ka ndryshuar rrënjësisht marrëdhënien midis luftës dhe politikës. Lufta e fundit Iran-Amerik-Izrael tregoi se konfliktet rajonale sot prodhojnë pasoja të menjëhershme globale. Përpara kanë liftu dy shtete pak kilometra më në tonë. 1000 kilometra më në tonë asë që e kanë dje se çfarë është ndodh atje. Sot fal globalizmit. Pjell e globalizmit është fakti se konfliktet rajonale prodhojnë menjëherë pasoja të rënda, të menjëhershme globale. Cilat janë ato? Ndërprerja e lundrimit në për ngushticën e Hormuzit, kërcënim për ngushticën e Babul Mandab, kërcënim në Aqaba, kërcënim tek Turqia këndej Bosfori, Dardanelet, kërcënim kanali Suezit, pra një luft atje, po prek me njerë rajone, pjesët, rrugët, kalimet, ngushticat detare. 2. Meq, çfarë po shkakton? Një luftë rajonale në nivel global. Çmimet e naftës u bën me njerë peng i zhvillimeve ushtarake. Ser folket Donald Trump se peqelum ngushticën zbret ke çmimi naftës. Ser u pake se është u rajt me hesap. Ashtu e mashtru poplin me njere u ngritke përpjet. Tjetra, zinxhiret global të furnizimit u përballen me pasiguri. Aq të mëdha sa filloi të mendohet se a thua a do të ketë të mbjella në vitin 2026. Me se do të ballafaqohet bota në ushqim për shkak të mungesës së plehrave. E kam shpjegue Marokon unë, që është baba i plehrave, i fosfatit, të cilat me patjetër do të komunikojnë, të kooperojnë, të bashkëpunojnë edhe me ato të cilat i ka rajoni i Emirateve e i Katarit e i Arabi Saudite që kalon në përmes ngushticës së Hormuzit. Si rezultati që tyne meq dhe i reflektimeve, i impakteve të qëti globalizmi, të cilin edhe të ne këtu e livdonin, e për të cilin kur nuk ka mujt me thonë një fjalë të mirë, sepse s'kam pa kur gjatë të mirë në te, si rezultati kësaj, tregjet financiare reaguan me njëherë ndaj ngjarjeve që ndodhnin mijëra e dhjetra mijëra kilometra larg dhe në Kanada, në Çile, në Venezuelë, në Kinë, në Kore, në Japoni, tregjet ekonomike, tregjet financiare lëviznin ato me sekonda, e ka njëherë kishte edhe rënje drastike që e qonin popullin në këmbë. Në Azi filluan, përveç tregje financiare, edhe vendet e punës, njerëzit të mos shkonin në punë për shkak të kostove të naftës. Filluan shkollat të bëhen nga distanca. 49 shtete në botë i kanë mbyll shkollat dhe zyret dhe e kanë vazhduar aktivitetin nga distanca. Pra miq, konflikti rajonal në botën globale, globaliste, prodhoi ka pasoja të menjëhershme globale. Në qëtë mjedis, në qëtë format, në qëtë botë kësisoj, për shkallëzimi ushtarak rrallë mbetet i kufizuar vetëm në fushbetej. Kostet pastaj e këti përshkallëzimi transmetohen në të gjithë ekonomin globale, mos ta përsëris, dhe krijon presione për zgjidhje politike, edhe kur objektivat ushtarake mbeten të paarritura. Rasti më konkret janë presionet e mëdha sociale që filluan të linden edhe brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E tërë që kjo, që po e thamë, na qanë drejt një përfundimi strategjik të cilin në këtë analizë serioze dua ta përmende. Meq,
Çështja nuk është se fuqia është bërë e parëndësishme. Jo, është ligj i natyrës, se fuqia është e rëndësishme. Çështja nuk është se fuqia është e parëndësishme. Përkundërzi, vetë natyra e fuqisë ka evoluar ndryshe. Sot, fuqia përfshin shumë më tepër se sa vetëm asetet ushtarake. Fuqia e një shteti sot përfshin qëndrueshmërinë ekonomike, inovacionin teknologjik, ndikimin diplomatik, forcat institucionale të brendshme dhe të jashtme që i ka dhe natyrisht aftësia për të krijuar koalicione ndërkombëtare, të cilat janë bërë po aq të rëndësishme sa komponentet tradicional të fuqisë kombëtare ushtarake. Kosova duhet ta dëgjoj këtë video. Në fakt një nga mësimet më të rëndësishme të marrëveshjes SBA-Iran është se diplomacia mbetet një burim strategjik i një kombi dhe një shteti. Dhe pikërisht diplomacia, dikasteri i diplomacisë, ka qenë emri të cilin më së shumti e kam kritikuar në këto 2-3 vitet e fundit, si pjesë e qeverisë kurte. Nëse ka pas diçka që vërtet, jo si opozit, por si një analist, nga një perspektivë akademike, objektive, neutrale, objektive të them më mirë, nëse ka pas një dikaster që ka meritu kritika reale ka qenë diplomacia e Kosovës, Ministria e Jashtme e Kosovës. Dhe e thash edhe këto, po shihet miq se nga mësimet kryesore më të rëndësishme të marrëveshjes SBA-Iran po del të jetë diplomacia që mbetet një burim strategjik. Fuqit si Irani, si Izraeli, si Amerika u detyruan që ta dëgjojnë zërin diplomatik të Pakistanit, ta dëgjojnë njëri tjetrin, ta përdorin gjuhën diplomatike, ta përdorin nuanca dhe elemente që përdoren në botën diplomatike për të ardhur këto, të detyruar natyrisht për të ulë në bisedën, në tryezën e bisedimeve dhe për të nënshkruar sot ose nesër edhe marrëveshjen midis dy vendeve të cilat njëra SBA-ja kërcënonte përfshirje nga sipërfaqe e dheut, Iranin. Miq, një nga mësimet më të rëndësishme të marrëveshjes SBA-Iran dhe ku do të merr mësim edhe Kosova është diplomacia që mbetet një burim strategjik, një forcë strategjike e një shteti. Marrëveshja e paqes nuk u arrit sepse fuqia ushtarake nuk kishte rëndësi. Ajo u arrit sepse fuqia ushtarake si e vetme rezultoi e pamjaftueshme. Edhe nëse qohen jo 100, po 2000 polic në veriun e Kosovës. Nëse nuk arrihet ta quaj një paqe ose një synim politik afatgjat, badi havasht. Asnjë shtet tjetër nuk mund të mbaj nën kontroll për vite të gjata vetëm me anën e forcës. Ja Jugoslavia ka qenë e fort, ja se di. Por, këta 2 milion kosovar, shqiptar në Kosovë, nuk ka arritën me ishfaros. 99 NATO ndërhyne, po ndërhyrja NATO-s është rezultat, është pasoj, nuk është shkak. Ne për vite, për dekada i kemi bërë rezistencë, fuqisë politike, ekonomike, ushtarake e çka jo tjetër serboslave, jugoslave. Dhe nuk ka mujt me e
realizue synimin e vetë Serbia. Marrëveshja e paqes pra, nuk është arrit pse nuk ka pas ushtri apo ka pas ushtri të fortë, por për shkak se forca e ushtrisë nuk mund të krijojë ndikimin e nevojshëm për arritjen e asaj që dëshirohet. Diplomacia e shndroi këtë ndikim në rezultat. Dhe ky dallim është thelbësor nga ajo që po ndodh sot në botë e që do të ndodh edhe nesër nga ajo që ka qenë në të kaluarën e deri me ardhjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Periudha e pas luftës së ftohtë, miq, na ofron përveç Iranit, Libanit, Gazës, të cilët i përmena, na ofron edhe shembuj të tjerë të ngjashëm me këto. Shabat për shembull, pa të arrit fitore ushtarake të shpejt në Irak, edhe në Afganistan, por Shabat kanë has në vështërsi të mëdha në shndrimin e këtyre fitoreve ushtarake në rend politik të qëndrueshëm. Dhe ajo ju ka dashur më shumti. Dominimi ushtarak po ka sjell suksesin e fushbetej, por nuk ka garantuar suksesin strategjik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I njëjti mësim mund të merret sot edhe nga rasti i Ukrainës, sikur i Gazës, sikur i Libanit, sikur i Xhirit persik. Forca ushtarake mund ta shkatërrojë një infrastrukturë, por nuk mund ta riformosoj lehtësisht identitetin e dëshiruar të forcës ushtarake të madhe. Mund ta rrëzoj edhe një qeveri, mund ta ngrit një popull në këmbë kundër qeverisë vet, por nuk mund të prodhoj legjitimitet. Mund të imponoj realitetet të përkohshme, por rrallë krijon zgjidhje politike afatgjata. Marrëveshja e saposhpallur e paqes pra midis Iranit dhe Shebave, kjo marrëveshje e saposhpallur neve na jep mësime shumë të nevojshme se përveç këtyre të cilat i përmenda, shtete si Turqia, si Pakistani, si Egjipti, si Arabia Saudite, si Emiratet e Bashkuara Arabe, e sidomos dy, Pakistani dhe Turqia, qenë këshin dy shtete shumë të rëndësishme, të cilat me ndërhyrjet e tyre kanë arrit të ndikojnë edhe në ndryshimin e objektivave edhe të Donald Trump dhe të administratës amerikane. Miropafshi.